Rreshtet e shiut ja kanë lënë në vendin e rreshjeve të Doborës, një pjesë e qarkut të Dibrës prej disa orësh është përfshirë nga rreshtet e Doborës, duke krijuar probleme në qarkullimin e automjeteve në rrugët nacionale. Aktualisht rruga e Arbrit është e kalueshme, por drejtues vetëm mjeteve ju kërkohet të lëvizin me goma dimrore ose me zinxhir. Si pasojë e situatës së rënduar, një borë pastruese në rrugën e Arbrit ka shkaktuar një aksident të trefisht. Teksa po hiqte dëborën në afërsi të tunelit të Murrizit në anën e Klosit, mjeti goditi një makinë tip Volkswagen që lëvizte në drejtim të Tiranës, i cili më pas u përplas edhe me 2 automjete të tjera. Si pasojë janë lënduar disa persona, ndërsa drejtuesi i mjetit Volkswagen u dërgua në spital për ndihmë të specializuar. Ulja temperaturave ka prekur edhe të gjithë territorin i qarkut Shkodër. Në aksin Bog Qafthore Thes, firmat kontraktuese kryen pastrimin dhe kriposjen, por përdoruesit e mjeteve duhet të përdorin goma dimërore dhe zinxhir. Edhe në aksin Tamar Vermosh, rreshtet dhe ngricat e vështirësuan qarkullimin. Zona vetme malore e bllokuar është Dukajgjini, ku janë shënuar 25 shembje dhe rënje gurësh dhe inertesh, duke hyrë në ditën e 7 të izolimit. Rreshtet e Doborës kanë përfshirë gjithashtu juglindjen duke sjellë probleme në qarkullimin e mjeteve, kryesisht në zonat malore. Trashësia ka arritur deri në 10 cm në dardhë, voskopoje vizkuq, ndërsa ajo është më e madhe në zonat 1200 metra mbi nivelin e detit. Të gjithë rrugët nacionale Qaftan, Kapshtic, Zëmbla, Goric, Korç, Ersek, Leskovik janë të kalueshme pa probleme, ndërkohë që në akset e fshatrave turistik të Voskopojës, dardhës e Vizkuqit është e këshillueshme përdorimi i gomave dimërore. Në Elbasan, dëbora vijon në lartësi duke shtuar vështirësitë në lëvizjen e makinave në aksin Elbasan-Gjinar-Zavalin dhe në rrugën e vjetër Elbasan-Tiranë. Në të dy këto akse, si dhe në rrugën Elbasan-Labinot-Mal, po vijon të hidhet krip dhe borpastrueset janë në terren.